Njerëzimi përgjatë historisë është përballur me legjislacione nga më të ndryshmet, nga më të shumtat. Ligjvënësit, siç pretendojnë, kanë vetëm një qëllim: lumturimin e njerëzve për të cilin ata vuajnë aq shumë. Pa egzagjerime mund të themi se legjislacioni islami mbështetur në Kur'an dhe Sunet është i vetmi që realizoi lumturinë e vërtetë të shoqërisë islame, e cila përmblodhi në gjirin e saj miliona njerëz nga kombe dhe ngjyra të ndryshme dhe i bashkoi rreth një qëllimi të vetëm: arritjen e kënaqësisë së Allahut. Kjo gjë u realizua më parë dhe realizohet në çdo kohë, mjaft lehtë, me zbatimin e fjalës së Allahut, Kuranit familjartë dhe Sunetit të profetit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Padyshim kjo lumturi vazhdon të jetë e garantuar për individët e çdo lloj shoqërie dhe kombi, por ama me një kusht: kthimi me shpirt dhe sinqeritet tek ligji i Allahut. Mrekullinë e legjislacionit islam arrin ta kapet çdo njeri që thellohet në ajetet e Kuranit. Nuk qëndron puna vetëm tek bukuria e gjuhës, gjë që e dinë veç ata që e njohin arabishten, e mësojnë dhe e kënaqen me shijen e saj, por tek universaliteti i këtij legjislacioni i cili nuk lë fushë të jetës pa prekur. Ky legjislacion shërben si rregullator i lidhjes krijes-krijues, lidhje e krijesës me veten e tij dhe me pjesëtarët e shoqërisë, qofshin ata musliman apo jo besimtar, në paqe apo në gjendje lufte. Gjithashtu, po të ndalesh pak, do të shohësh se ligjet, rregullat e legjislacionit islam dallohen për drejtësi, universalitet, drejt peshimin e gjërave, harmoni, pa kundërshtime dhe konfuzione. Zgjen në Kuranin familjar që kjo dispozitë të bjerë në kundërshtim tjetrën, ose që kjo do me thënje ti kundravijet tjetrës. Megjithse Kurani u zbrit përgjatë 23 vjetëve, duke ditur se ajetet e dispozitave janë të shumta. E vërteta është siç thot Allahu në Kuran: a nuk meditojnë ata në Kuran? Sikur të ishte prej dikujt tjetër përveç Allahut, do të gjeni në të kundërthënie të shumta. Sura En-Nisa ajeti 82. Vlen për të përmendur se dispozitat e Islamit janë të lehta, të drejta dhe nuk e pengojnë absolutisht njeriu të jetojë një jetë të qetë e të lumtur. Legjislacioni islam ishte ai që zhduku racizmin. S'ka ndryshim mes të ziut dhe të bardhit. Të gjithë janë të barabartë përpara Allahut. Thot Zoti në Kuran: o ju njerëz, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe prej një femre. Ju bëm popull e fise që të njiheni me njëri tjetrin. Me të vërtetë, më i miri tek Allahu është ai që është më i devotshmi. Allahu është i dituri dhe i miri formuari për çdo gjë. Sura El-Hujurat ajeti 13. Në këtë legjislacion vëren se i kushtohet rëndësi e veçantë: 1. Ruajtjes së fesë, 2. Ruajtjes së shpirtit, 3. Ruajtjes së mendjes, 4. Ruajtjes së pasurisë, 5. Ruajtjes së gjinisë, ruajtjes nga immoraliteti për të pasur një shoqëri të lirë, të pastër e jo me fëmijë të paligjshëm. Vlen për të theksuar se dispozitat islame vlen dhe janë të përshtatshme për çdo lloj kohe dhe vendi. Nuk ka një copë zjete, ngjarje apo realiteti që të mos i gjendet dispozita në islam, mision me të cilin angazhohen dietarët e Kuranit dhe Sunetit. Madhështinë e dispozitave islame të mbështetura në Kuran dhe Sunet i pranojnë, madje i mbështesin juristët musliman dhe jo musliman. Konferenca kombëtare që u mbajt në Lahore në vitin 1937 e shpalli legjislacionin islam, burim dispozitash ligjore të pavarura. Në javën e jurisprudencës islame të mbajtur në Paris në vitin 1952, u ngrit kryeprokurori francez dhe tha: nuk di të gjej një pikë lidhje midis përfytyrimit që kishim për jurisprudencën islame si të pajet, anakronike dhe gjithë këtë originalitet, precizitet, thellësie, shpërndarje dhe kompetence për të zgjidhur çdo lloj problemi apo çështje. Është më së ditur që legjislacioni islam i ka bazat në Kuran dhe Sunetin profetik. Mbetet që të themi se nuk ka
se si të na vi çudi që legjislacioni në Islam dallon dhe ka epërsi mbi të gjithë legjislacionet e tjera, sepse ai ka zbritur prej Allahut, krijuesit të njerëzit, i cili e di se ç'është e dobishme dhe ç'e bën të lumtur krijesën e tij. Thot Allahu i madhruar në Kur'an, a nuk e di krijuesi, dhe ai është i buti, i cili i njeh të gjitha hollësitë. Sura El Mulk, ajeti 14.